Të nderuar shikues të televizionit publik të Kosovës, përshëndetje, mirë se erdhët edhe në këtë program zgjedhor. Sot do të flasim për komunën e Rahovecit. Rahoveci shkon në balotazh me datën 9 nëntor, siç do të ndodhë edhe në 17 komunat e tjera në nivel të vendit, ku kjo e diel praktikisht përcakton fatin e udhëheqjes këtyre komunave për 4 vitet e ardhshme, ndërkohë në Rahovec do të përballen Smail Latifi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, që po e kërkon nga qytetarët mandatin e 4, 2 një herë, pastaj edhe një mandat e ka pas një herë, të 4-tin me radhë tani, teksa ka marrë 37.18% të votave në raundin e parë të zgjedhjeve, ai do ta ketë përballë kandidatin e lëvizjes vetëvendosje Ali Dula, i cili ka marrë në këtë raund të zgjedhjeve 23.93% të votave. Sot ata e përballin programin e tyre zgjedhor, platformën e tyre qeverise në RTK. Përshëndetje, mirë se erdhët, faleminderit që jeni këtu. Përshëndetje, mirë se gjatë. Rahoveci njihet si qytet kampion sa i përket punimit të tokës, megjithatë në këtë qytet që njihet si qyteti i Rushit nuk është që s'ka probleme. Ka probleme të cilat lidhen edhe me prej atyre më elementare, çështja e ujit, e rrymës, kanalizimit dhe disa probleme të tjera të cilat do t'i diskutojmë në minutat në vazhdim. Ndërkohë duhet përmendur që në fillim që buxheti i miratuar për Rahovecin është 21 milion euro për vitin 2006, përfshin edhe projekte zhvillimore në atë kohë. Ky buxhet kishte marrë po ashtu mbështetjen e shumicës, rreth 15 asamblistë, nëse nuk gaboj, kishin votuar për apo jo, zotje Latifi. Po, faleminderit për mundësinë. Është miratuar buxheti me datën 29 shtator, që do të thotë brenda afatit ligjor. Në total buxheti është 21.900 diçka mijë euro. Mbi 10 milion e 700 euro janë për paga dhe meditje, pra mbi 50%, po thuaj se 50% e buxhetit është për paga meditje, pjesa tjetër është subvencione, investime kapitale, pastaj shërbime komunale, manda shërbime e të tjera. Nga 16 sa kanë marrë pjesë, pra, është plotsu kuorumi, 15 kanë votu për, ndërsa një vot ka qenë kundër. Pra, është i ndarë në kategori buxheti, pra, në investime kapitale, manda shërbime. Ky buxhet është i përpiluar kryesisht te investimet në infrastrukturë rrugore, në shëndetësi, bujqësi, ambient edhe për zhvillim ekonomik. A do të mbetet i tillë në rast ky destinim buxhetor në rast se ju do të jeni kryetar përsëri pas të dielës? Ne respektojmë vendimet e kuvendit komunës sepse na obligon ligji, kjo është çështje rregulluar me ligj. Mirë, por ne do të kemi një mundësi për bartjet të hyrave, sepse të hyrat për muajt nëntor dhe dhjetor nuk mund të shpenzohen. Në këtë vit, bartën e vitin tjetër, ne kemi tash tejkalim të hyrave dhe kjo nuk do të thotë që do të ketë edhe projekte të reja ose kode të reja buxhetore. Pra nuk do të prej këtë buxhetit, nuk do të ridestinohet pa pas një rishikim buxhetit që zakonisht ka vite që as qeveria e Kosovës, po as edhe komunat e Kosovës, kurse bon qeveria nuk i drejt me bërë rishikimin. Po ridestinim buxhetit do të ketë sikur se do të ketë edhe bartjet të hyrave, mirë po thelbi i vendimit të kuvendit komunës Rahovecit, pra kodet ekzistuese, ne kemi për detyrë mi zbatu në ato projekte ku janë të dedikuara mjetet financiare. Zoti Dula, nëse flasim për këtë shifër monetare mbi 21 milion euro për vitin 2026, ku përfshihen sigurisht edhe investimet kapitale, a është ky buxhet konform planeve tuaja qeverise në rast se do ta merrni drejtimin e Rahovecit pas 9 nëntorit? Faleminderit shumë, sigurisht ne kemi bindjen edhe besimin e plot që pas 9 nëntorit unë do të jem kryetari i komunës së Rahovecit dhe sovrani është ai i cili mund të them me plot bindje që realisht ka vendosur 63% në komunën e Rahovecit për ndryshim të udhëheqjes ose mënyrës së menaxhimit në komunën e Rahovecit. Natyrisht ky është një buxhet i cili është miratuar tashmë dhe një pjesë e madhe e buxhetit, më thonë rreth 11 milion euro janë për paga dhe medite të cilat do të shpenzohen, por nëse kihet parasysh që kjo komunë ka borxhe të mëdha financiare ndaj operatorëve të ndryshme ekonomik, nëse kihet parasysh që mbi 20 milion euro është borxh, atëherë ky buxhet me të vërtetë do të ishte i pamjaftueshëm në
realizimin e programit për cilën ne sot jemi këtu për ta shpalosur. Megjithatë, pikërisht unë jam ai i cili ka garuar që mënyra e menaxhimit të buxhetit komunal duhet të jetë krejtësisht ndryshe dhe jo deri në këtë mënyrë se si është udhëhequr domethënë ky buxhet, për arsye se nuk mund të planifikojmë, nuk bëjmë planifikimet buxhetore të cilat projektet e ndryshme që realizohen qoftë në shërbimet publike, qoftë në infrastrukturë, madje edhe në segmentet të tjera ose në resore të tjera, nuk mund të shpallim procedurat të ndryshme tenderuese kur nuk kemi zotim të buxhetit, dhe kjo ka ndodhur në komunën e Rahovecit, ka ndodhur madje zotimet e pa pasur fare ose me një buxhet i cili ka qenë po themi 20-30.000 euro, ndërkaq projekti ka kushtuar 1 milion euro. Prandaj edhe operatorët ndryshëm ekonomik nuk kanë pasur mundësi që të vazhdojnë punimet e tyre për të realizuar investimet ose projekte të cilat janë kapitale. Prandaj unë mendoj që mënyra e udhëheqjes së buxhetit komunal, nëse kihet parasysh në sensin e realizimit të projekteve, ka qenë e gabuar dhe mendoj që kjo mënyrë e udhëheqjes së këtij buxhetit me ardhjen tonë në krye të komunës së Rahovecit do të ndryshojë që në radhë të parë ta ulim pjesën e borxheve financiare të cilën e ka komuna dhe menjëherë të fillojmë me projekte të reja për cilat sot nuk gjejnë akoma realizim në komunën e Rahovecit. Keni replik për... Po tasha kemi me kohën e caktuar, kemi minutazh. Latifi po funksionojnë pa minutazh. Ta dim. Veç nëse diçka fillon mos me na shku mirë, atëherë vendosim minutazhin me na ndihmu me rujt balancin për dy palët. Po natyrisht se unë nuk o që s'muj me zgjat, muj me thanë edhe shumë çka më shumë. Mirë po thash ligji për veçërisje lokale edhe vendimet e konvent absolutisht nuk mund të deformoj askush dhe duhet kemi shumë kujdes dhe të jemi korrekt se çka po flasim. E para, e dyta, ne duhet të jemi korrekt me opinionin edhe që ta themi të vërtetën, jo të merrem me pasaktësi dhe me të pavërteta. E treta, ne e planifikojmë buxhetin, ka procedura. Çfarë kishte të pasakt nga ajo çfarë tha Mos u ndërhyj, ta kryen pjesën tënde. Pastaj, buxheti që të planifikohet, që të hartohet, ka procedura, ka dëgjime buxhetore, ka qarkore të parë buxhetore, ka qarkore të dytë buxhetore. Dhe nëse dikush nuk e ka idenë as si hartohet buxheti, edhe si menaxhohet buxheti, atëherë ne kemi filtrat. E kemi Ministrinë e Administrimit Pushtetit Lokal që është një nga filtrat, është Ministria e Financave dhe Buxhetit, filtri tjetër që është shumë mirë, është Departamenti për Buxhet dhe Financa, që është i monitoron të gjitha komunat dhe nuk lën me lëshu pasaktësi. Pastaj të procedurat e prokurimit, ju lutem, nuk mundet më nënshkru asnjë lloj kontrate pas zotim të mjeteve financiare. Të gjitha këto, pastaj për gjeturat, për konkluzat dhe rekomandimet, flet zyra kombëtare e auditimit, është njësia e auditimit brendshëm dhe kandidati për kryetar, kolegu im duhet të jetë shumë i vëmendshëm, shumë i kujdesshëm se çfarë po flet, sepse ky mundet me fol për pasaktësi, por opinionin neve të dyve na dëgjon. Për sa i takon 9 nëntorit, po jam dakord me ato që tha që Sovrani flet. Pra, Sovrani sigurisht do të flet me 9 nëntor, kutitë e zbrasa do të mbushen dhe me 9 nëntor unë do ta rikonfirmoj fitoren për mandatin e 4 vjeçar. Për sa i takon po kërkon qytetari ndryshim apo jo? Forca e nevojshme e ndryshimit është numri 174, të kandidati, pra të unë dhe të partia edhe koncepti që unë e përfaqësoj, ndërsa për sa i takon ndryshimeve të cilat kanë ndodhur në komunën tonë, janë evidente, janë të dukshme, duhet me qenë dikush i verbër për mos mi pa po qytetar i shohin. Pra, ndryshimet nuk realizohen, nuk përmbushen me gojë, po përmbushen me veprime konkrete, me mosa konkrete, cilat kanë ndodhur për 4 vjet dhe do të ndodhen për 4 vjet. Çështja e borxheve të komunës, sa ka borxh komuna e Rahovecit? Deri para se me hynë balotazh ka pas 13 milion e 320.000 euro, po janë obligime kontraktuale, pra janë kontratat të cilat vazhdojnë të përmbushen edhe varësisht prej përmbushjes kontrata, krijohen situacionet edhe bëhen pagesat. Pra, nuk janë obligime financiare, po janë obligime kontraktuale. Nuk mund të japesh askujt para, po që se nuk kryhet puna. Ndërsa i gjithë buxheti për 2026, 2027 dhe 2028 parashe veprimet të caktuara për mbushjet e kontrata dhe natyrisht edhe shtyriet e obligimeve kontraktuale në mënyrë që ato mos bëhen obligime
financiar. A është i mjaftueshëm ky buxhet? Edhe sikur mos kishim fare as obligime kontraktuale, as obligimet e tjera. Po, është e nevojshme që të rritet sa më shumë buxheti, edhe pse ka rritje progresive nga vitin e vet, mirë po shumë mbi 50% e buxhetit shkon për paga dhe meditje. Ndërsa pa investime kapitale është i ndarë në kategori. Pra, ju lutem, nuk mund të flasim për mens, nuk mund të flasim për mens, dhe kjo është dëshmi që kolegu im i nderuar, profesori, nuk ka asnjë lloj përvoje në menaxhim as financave publike, sipas ligjit, as në hartim buxhetit, as në planifikim buxhetit, as nuk i din filtrat në për cilat kalon, dhe as procedurat në për cilat kalon. Para, kryetar, unë nuk kam koleg me ty, ne jemi kundër kandidat, unë ka 2 dekada që jam profesor, por ne nuk jemi kolegë. Kolegë në politikë jemi. Kjo nuk do të thotë që jemi profesion në mirëbesim dhe që nuk... Në regull. Nuk jemi kolegë në kuprimin. E dyta... Kolegë në politikë jemi. Nga 1 minutë... Kolegë në politikë jemi edhe që dhe sa gjën nuk kupton atëherë, ti nuk kupton atë gjë tjetër. Ta dëgjojmë, zotin Dula. E dyta, përsa i përket sa kam njohuri une në çështje financiare, nuk është barometër vlerësues kryetarin në këtë rast, pra... Mirë, do doja që sot flasim për programin për Rahovecin dhe jo që të merrem me akuza personale. Kalojmë program, do të ishte shumë e rëndësishme që qytetarët e Rahovecit sot ta kuptojnë saktë se kë ta votojnë të dielën. Jam jashtëzakonisht i kujdesshëm në çështjen e interpretimeve ose kualifikimeve që i përdori gjatë diskutimit. Unë jam shumë i kujdesshëm, prandaj lutem edhe kryetarin që të jetë i kujdesshëm se sa kam unë njohuri ose sa kam dituri në çështje për cilat, domethënë çështje menaxherare. Kryetari i komunës punën e parë që e ka bërë kur e ka fituar në 2010 kryetari i komunës asnjë përvojë nuk e ka pas. Edhe asnjëherë nuk janë shprehë të tjera se sa ka njohuri financiare dhe e fitoi komunën atko. Asnjë përvojë punës direkt ka hyrë, është bërë kryetar komune pa pasur ndaj punë tjetër që e ka bën jetën e tij. E dyta, çështja e përdorimit të tokë, fjalësh të ndryshme, a është obligim financiar, a është obligim kontraktual, është vetëm një borxhli i dobët, domethënë mund t'i përdor në këto terma. Prandaj janë faktet reale që komuna realisht i ka obligimet financiare, sepse projektet nuk janë përfunduar, operatorët të ndryshëm ekonomikë të cilat kanë funksionuar, për shembull për raste konkrete po ju tregoj, për shembull për punën e shtratit të lumit nga Brestoci deri në Krushe, janë tërhequr operator, sepse nuk kanë pasur mjete, komuna nuk ka pasur mjete më që t'i financoj. Pastaj nuk është përfunduar shkolla në Zërdhë, sepse mjetet... Për shkollën në Zërdhë kemi me vol pak më vonë? Sigurisht, nuk ka pasur mjete, ju lutem. Është kolektori i ujrave të zezën, nga Hoqa e Madhe deri në Krush. Operatori është tërhekur sepse nuk ka pasur mjete që të paguhet. Pra, shikoni, është mirë kur shpallen projekte, është mirë kur shpallen projekte, por ju e patët një hapësirë pak më gjerë para se fillon një projekte, është mirë kur shpallen projekte të ndryshme, se me të vërtet, domethënë, është ajo pjesa e proklamimit se ne jemi duke bërë projekte të mëdha, ne jemi duke investuar në komunë, por realisht nuk kanë përfunduar Fjala këto për zotin projekte. Latifi? Pra, kemi parasysh se këto gjëra duhet Zotin Dula, ta presim, ta dëgjojmë zotin Latifi. Po që po flet janë broçkulla edhe do të vazhdojmë me rend për secilin pikë sepse kemi kohë mjaftueshme. Ndërsa kur e kam marrë mandatin e parë, ju lutem Më fal kryetar, a e ki përfundu kolektorin e ujrave të zezën nga Hoqa e Madhe deri në Krush? A është i përfunduar projekti? Që është koha ime. Për projektin Nëse është koha ime, ta përfundoj një minutën e tij. Unë vërtet nuk kam pas përvojën në qeverisje lokale, po kam menaxhuar, kam qenë komandant në luftë. Kam pas përvojë, kam qenë deputet i Kuvendit të Kosovës. Në qoftë se ju lutem, jemi duke folur për çështjen e menaxhimit. Dëgjojmë nëse flasim të tre për një herë. Ju lutem, nuk mundet mund korrigju kish ka flet. Unë jap përgjigje. Nuk kemi në kontekst kohore të luftë. Unë jap përgjigje, jap përgjigje për qytetar liridashë ky se ka idenë, madje ka një koncept se s'ka qef me përmend luftën. Jo, absolutisht. Përkundas, unë kam pas familjar në luft. Atë te programi, jam shumë interesuar të flasim në këtë aftësi programore sepse koncepti i RTK-s për programin nëse mund të flasim, lutem mos e tolero moderatorë, përndryshe njëri duhet me çu studion. Unë kam pasur njëri duhet me çu studion. Ata respektojmë hapësirën e konceptin e luftës, unë e respektoj maksimalisht. Unë në këtë skenar sot nuk flas për luftën dhe unë i bëj rregullat e programit me mbështetjen e asaj çfarë është vendosur dhe ideuar nga RTK. Kjo thotë jam i njohur në gjuhën e komunikimit, po është i papërshtatshëm. Ju lutem mos më korrigjot, lutem.
Unë ja përgjigje. Lutem zoti Latifi. Po jo, korrigjoha ato që po kualifikon. Korrigjoha ato që po kualifikon. Po e deformon komplet konceptin të spodërgojnë. Po në qofë se ju e lejut me deformu, unë po flas. Jam mandati 4 qytetarë njojnë mu mirë e njojnë edhe këtë, që është i papërshtatshëm, është pa fije përvoje dhe është, po do me ndërhy, po mendojnë që mu më gjerë pitaktit. Jo, unë jam shumë i qetë, jam shumë gjaktor. Thash e kom përvojen e nevojshme edhe në komunikim, edhe në bashkëpunim, edhe në menaxhim financë publike, edhe nuk ka ky ai që mu më korrizon. Ka, thash, institucione relevante Republika Kosovës, ka mekanizma special të mbikëqyrjes edhe të konstatimit se si menaxhohen financat publike dhe si realizohen projektet në komunë Rahovec. Ndërsa për projektet në komunë të Rahovecit janë qytetarët ata që i vlerësojnë se sa i realizuar projektet. Ndërsa për ato që flet ky, ato janë broçkulla, ndërsa unë kum hi në si kryetare ku marr besimin mandatin e parë me një përvojë të caktuar në institucione edhe me përvojën luftë. Ndërsa tash përvoja ime është me mijëra kilometra larg. Ky nuk e ka iden. As shka është programi i qeverisës, as shka fryma ligjeve, as shka ligji për qeverisë lokale, as shka janë obligimet kontraktuale dhe as shka janë obligimet financiare. Për të shmangur këtë formë të komunikimit, sepse dëshirojmë i respektu krejt ata që po na ndjekin në këtë program të drejt për drejt sot në RTK, dua me undalë të çështjet të cilat lidhen me buxhetin, destinimin e mjeteve, le të flasim për projektet kapitale. 1 minutë ko, zoti Latifi, çka është prioritet për ju ditën e parë të hënën nëse e vazhdoni mandatin prej kryetari? Infrastruktura publike, duke filluar nga ndërtimi dhe riasfaltimi rrugëve, rrugicave, trotuarëve, mirëmbajtja ndriçimit publik, vazhdimi i punimeve në ndërtimin e shkollës fillore të mesme të Hams Thaçi në Xerz, kompletimi i përfundimi i projektit aneksit 4 dëshmorët në Ratkoc. Pastaj kemi edhe rrugë, disa prej rrugëve të rëndësishme që do t'i bojnë qytet. Ne kemi edhe projekte që po vazhdojnë me trajtimin e shtretëve të përrajnëve, rregullimin e kanaleve të kollimit të tokave bujqësore, kolektorët e ujrave të zeza, edhe ai kolektori i cili po flitet që s'jam tërheq operatorët, ai ka kontratë aktive, mirë po s'ka mjete financiare se ai projekt ka qenë nga qeveria njerë. Është heq kodin nga qeveria, vazhdon me grand performances, ndërsa në vitin e ardhshëm do të vazhdojnë punimet në rregullimin e shtratit edhe kolektorit të ujrave të zeza prej Hoqës Madhe, Brestas, Hoqë Vogël, nga Gaz deri në Krusht Madhe. Pra, ka 10 projekte të cilat janë në vazhdim edhe projekte të reja të cilat do të kolektorit, sepse më herët e përmendet, pastaj vazhdojmë dhe i prezantojmë projektet e juaja në... Sepse keni thënë që keni me u fokusu të shërbimet publike. Natyrisht, e para punës unë dalloj nga kryetari aktual në kuptimin e një energjie të re, me një vizion krejtësisht tjetër. Të vazhdojmë me projekte. Dallojmë konceptualisht në mënyrën e udhëheqjes, prandaj edhe ju kam futur gare, sepse duke ditur se në çfarë drejtimi po shkon komuna dhe ka shkuar deri më tani. Do të fokusohemi te shërbimet publike. Natyrisht, infrastruktura rrugore do të jetë një prej segmenteve kryesore të cilat do të investojmë, edhe në rrugët fushore të cilat aty ku ka nevojë, madje edhe asfaltim, por edhe me zhavor. Do të krijojmë disa kënde të lojrave të cilat i mungojnë, dhe jo vetëm qytetit, por edhe fshatrave, kënde të lojrave për fëmijë, por edhe parqeve të cilat disa ekzistuese që janë do t'i mirëbajnë, por të ndërtojmë edhe do të rivetilizojmë një park i cili realisht në Rahovec është në gjendje të mjerueshme, për shkaqe nga më të ndryshme. Natyrisht pastaj do të krijojmë edhe hapësira të ndryshme të cilat do të kemë për pensionistët, sepse pensionistët kanë vetëm një vend që quhet semafor në Rahovec që rrinë dhe nuk kanë ndonjë hapësirë reale ku ata mund të kenë edhe një qëndrim ditor të tyre. Sigurisht pjesa tjetër do të ketë edhe te pjesa e kanalizimit të ujrave të zeza të cilat ka edhe lagje brenda qytetit të cilat nuk janë të lidhur me sistemin publik, që është lagja Abdul Krashi Strana. Pastaj do t'i heqim të gjitha deponit ilegale dhe cilat... Po, për deponit kemi me folë më vonë, zoti Latifi? Po, kjo po flet për projektet cilat janë duke ndodhur, e harroj sheshin qendror që është projekti më i madh në historinë e urbanizmit në cilin po vazhdojnë punimet, vitin e ardhshëm besoj që do të mbyllet. Për këndet lojrave për fëmijë, ka mjaft këndet lojrave, ato ne mund ta shtojmë kapacitetin e mirëmbajtjes tyre. Saj përket çështjes së pensionistëve, ata kanë do lokale ku i shfrytëzojmë, domethënë edhe madje edhe marrin qira,
edhe ne kemi do të provojmë me gjet edhe hapësira të tjera të përshtatshme për pensionist brenda qytetit, duke dhënë në shfrytëzim lokale që janë afër banesë, ose bashkë me krahas ndërtimit lokaleve afariste të qendra zejtare aty të sheshit qendror në kuadër të kompleksit sheshit qendror mund t'i jepet ndonjë lokal që mund ta shfrytëzojnë ata me lehtësira, kuptohet. Për sa i takon parqeve, ka jashtëzakonisht parqe në qytet, ka edhe në përfshatra, për sa i takon fushave sportive, kemi, këto janë kode buxhetore në të cilat, për sa i takon rrugëve fushore, ato janë edhe tash duke ndodhur aktivitetin e trajtimit në rrugë fushore. Ka nevojë për parqe të reja? Jo, ka nevojë, tash ka, jo, ka nevojë. Po tash kemi mjaft parqe edhe të cilat kërkojnë ma shumë mirëmbajtje, po do të ketë edhe parqe të reja ku ka hapësira publike. Faleminderit. E do në kështu, për sa i përket parqeve, jo, është një mungesë e madhe, domethënë të parqeve. Ku ka mungesë në bazë të planit që ju e keni përgatitur? Para e punës parkun kryesor, po të vinin Ravez, do të shihni se në çfarë gjendje është. Parku kryesor, i vetmi park që ekziston në Ravez. Parqet e tjera na mund flasin dhe me çështje, domethënë me terma të përgjithshme, me abstraksione. Ka mungesë të jashtëzakonshme. Shikoni, ne mund të flasim me terma ka shumë. Për shembull, sot ki problemin e elementit bazik të jetesës në fshatin Senovës, nuk e kemi të shtrirë, domethënë as rrjetin e ujësjellësit. Ujin e pijes nuk e ka fshati Senovës. Fshati Opterush, për shembull, ka ende probleme domethënë me ujin e pijes. Ka nga 2015, për shembull, në fshatin Opterush është shtruar rrjeti i ujësjellësit, por lëngon, nuk ka ujë të pijes, e mos flasim për projektet kapitale, sikur se që e përmendi kryetari Sheshi në këtë rast. Sheshi është një prej projekteve të mëdha e vërtet, por është një shesh i cili qytetarët kanë një lloj rezerve se si është ndërtuar, si po vazhdon dhe nuk e ka absolutisht përfundimin, nuk shihet askund përfundimi i tij. Vazhdon të ndërtohet, por që një shesh i cili nuk i përmbush kriteret të cilat e kanë kërkuar qytetarët. Sheshi i përmbush të gjitha kriteret e ku të përfundon se ky ka qenë kundër, ka shpreh publikisht jam kundër, nuk e pëlqen këtë sheshi. Nuk e pëlqen qytetarët, jo. Këto e kanë përcjellë me marrëdhënimet e qytetarëve. Mos u ndërhyjnë, ju lutem, sa cili është më korrekt po shihet. Pra ky vazhdimisht ndërhyn. Edhe mirë po me 9 nëntor ja tregon vendin Sovrani ata këtij sigurisht e po. Koncepti i tij, na jemi të ngacur. Ju lutem, parku kryesor është pjesë e kompleksit sheshit. Edhe ky ata element se din se pse është kundër sheshit. Parku kryesor. Kundër sheshit. Edhe thjesht kundër një projekti që është realizohet pas në shtrimit të procedurat konkursit ndërkombëtar e vlerësimit juristë profesionale është vërtet e tmerrshme, veç mendohet kështu, e le mo të thuhet që jam kundër edhe thirrët në emër të qytetarëve. Në anën tjetër, sheshit qendror po i vjen fundi edhe ky zotëriu e din. Për sa i takon ujësjellësit në Senos, qeveria e tij e ka hek se ka qenë kod në kohën kur ka qenë Visar Korenica dhe e kam dokumentin, e kanë hek Senosën e drenosin mirë, po do të futet, ndërsa për gjesh, për ujtë pishëm, janë Kërau Gjakova, kompanit rajonale, ndërsa ne... Jo lutem, mos të ndërhyn, edhe mos bën debat pa përshtatshëm. Përgjesh për furnizim me ujtë pishëm, janë kompanit rajonale dhe uset ku donë Kosovë si pas ligjit për ndërmarrjet publike. Mirë për ne çfarë kemi bërë? Ne 29% mjetëve japim për çdo iniciativë, për çdo veprim që e bën Kërau Gjakova. Në momentin kur ne po luftojmë me rikthy kodin, nëse se rikthen qeveria, bashkë me Këraun jemi të gatshëm 49% mjetëve financiar më ia dhanë. Për Opterush, ju lutem, është projekti është drejt përfundimit të shku pikërisht me participim të komunës Rahovesit, të Kërau Gjakovës dhe të Ministrisë Ekonomisë. Faleminderit, zoti Dula, fjala për zotin Dula. Dakor, shikoni, kur kryetari merr donacione prej qeverisë, atëherë thotë se ky është investimi im. Kur diçka dështon në realizim të projekteve të tij, atëherë thotë është projekti i qeverisë. Në fshatin Senov Cedon, unë kam dalë i pari. E kam ujt kryetarin me vota. Po t'ishte kështu si thot kryetari, fshati Senovës do të ndëshkonte mu për shkak të qeverisë. Po unë kam dalë i pari në fshatin Senovës. E dinë edhe ai rezultatin. Unë e kam minutazhin, i lutem tash, ai do të kemi korrekt në debat. Menjëherë si kalon minutazha. Unë kam dalë i pari në fshatin Senovës, sepse ata në tubimet e tyre elektorale të gjitha subjekteve politike kanë marrë pjesë në tubimet elektorale, ka thënë që ky projekt ne jemi për shkak të jo menaxhimit mirë të komunës, e cila e ka premtuar, sepse kryetari më herët në mandatin e tij të dytë e ka premtuar se kjo çështje do të jetë e kryer, por sot e kësaj dite nuk e kanë rrjetin e ujësjellësit të shtruar. Për sa i përket sheshit edhe një herë.
Sheshin unë nuk është që jam kundër, unë jam çdo gjë që investohet por ky shesh nuk i përmbush asnjë kusht minimal ekologjik, sepse nuk kemi as ndonjë dru, as ndonjë fush aty, domethënë as ndonjë bari, as ndonjë park brenda sheshit, është gjithçka beton dhe armaturë. Prandaj edhe laiku minimalist i urbanistikës do ta sheh se këtë shesh domethënë nuk shndron. Megjithatë ky shesh është pjesë e planit zhvillimor komunal dhe pjesë e hartës zonale. Natyrisht. Ky nuk e kupton, nuk e bën dallimin në midis sheshit edhe parkut. Jo, unë e kam thënë çdo herë, parku dhe sheshi dallon natyrisht. Vazhdoni. Ju lutem. Ky se bën dallimin si kon faj këtij. E dyta, insinuatat dhe shpifjet e ulta të lëviz vetvendosje. Që i ngatron kompetencë, ky nuk e din që kompetencë për ujtë pishëm është KRU Gjakon, ndërsa ne kemi memorandum për minimu KRU Gjakon për hir të qytetarëve. Dhe ky nuk e din që unë nuk e kam premtu. Po, kemi luftu bashkë me KRU-n, është fut në kod, është hek nga kodi buxhetor uji në SNS. Pra, këta kanë marrë vota, po e shohma i morrin tash. Po, në SNS i kanë marrë votat, se kudo që kanë marrë kanë bo shpifja dhe insinuata. Sepse ky koncept, ky e promovon qeverinë e Kosovës e cila është në detyrë. Ky ende s'ka Kosova kryeministër, madje ka kandidat ri për kryeministër. Pra, unë nuk e di ky është me qytetarët, a me promovu qeverinë e Kosovës e cila është tregu jo miqësore me Rahovecin. Për sa i takon, edhe njëherë, sheshi qendror i plotson të gjitha parametrat, e një sheshi me objekte përcjellëse, me elemente përcjellëse, të gjitha parametrat, është vlerësim i jurisë ndërkombëtare profesionale. Mirë, a kryetara do të më dëgjosh tash më pak? Edhe mos më ndërhyj, ju lutem. Po ti po ndërhyj, asnjëherë s'po ndërhyj. Asnjëri për jush mos më ndërhyj tjetrit. Veç në mënyrë kështu rregulli bazë i komunikimit. Në mënyrë debatuese, a do të më dëgjosh tash? Po, zoti Dula, vazhdoni. E para e punës, unë kur në jetën time shpifje nuk kam përdor. Kur, ama bash kur. Tash jeti përdor? Absolutisht, kur far shpifje nuk kam përdor. Unë thash se kam fitu në Senos dhe kjo është realitet faktik. Po pse ki fitu? Prit dhe tak, a më dëgjon tash mu. Pse ndërhyn? Lutem dëgjon tash. Sabër, durim. E dyta, qeveria është miqësore, jashtëzakonisht me Rahovecin e don. Sepse e dinë edhe kryetari. 20 milion euro në këto 2 vitet e fundit, sepse edhe vetë i kanë nënshkruar me Hisen Dërmishi, jo qeveria. Absolutisht. E kujt është qeveria? Në cilën qeveri është Hisen Dërmishi? Po peke, aj me këtë komuna. Ju lutem, në cilën qeveri është Hisen Dërmishi që i keni nënshkruar kontratat milion që për rrugët e Rahovecit? Shikoni, Rahovec, Drenovc, Senovc, Pastasel Pollush, 4 milion euro. Po? Rruga. Ekskluzivisht e tëra prej qeverisë. Na shpall, jo e tëra, jo, se që kjo është e gënjeshtë. Na shpall Sapnic. Pra po është participim. Prandaj mos gënje. Zona ekonomike. Zona ekonomike është qendra multifunksionale 2.5 milion euro. Një pyetje kryetarit. A i keni kry rrugën Arif Shala e cila ka filluar vetëm për shkak të një gazetare që ka ardhur me e përfundu në Krusht e Madhe? Është pjesë e kontratës. A i keni përfundu sepse keni dhënë zotimin që do ta përfundoni? Po, pra, unë pyetjeve edhe përgjigjeve sot e keni kompani në terren për shkak se Keci ka hek para. Po pse po më ndërhyjnë tash? Në rregull. Pse? Sepse Keci ka hek tash tyllat. Ana që 3 vjet bëjmë kërkesë për mjek. Tutem. Prandaj ky ngatron kompetencën. Ne nuk mund ta ndërtojmë rrugën nëse nuk heken shtyllat e Kecit. Nëse Keci nuk ka ose heziton me hek ose është vonu, ne nuk kemi mujt me operu fare aty. Si ka hek shtyllat? Janë kaluar afatet kohore. Jo, ka kontratë edhe vitin e ardhshëm, lutem. Prandaj, ju lutem, unë ta kryj. I kemi vetëm edhe 14 minuta kohë. Ta kryj edhe këtë pjesën. Edhe një herë, po them. Të gjitha këto projekte që i përmendi përveç rruga 4 kursi që financohet plotësisht nga qeveria tjera të janë participim. Sa i përket zonës ekonomike, e nderuar, sa i përket zonës ekonomike. Zona ekonomike është dështim total i Ministrisë Tregtisë, Industrisë dhe Ndërmarrësisë, pra ka dështu edhe aty jenë participues, po ka dështu pikërisht për shkak se ju kanë dështu kontratat atyne dhe sot jemi pa kontratat. Edon, dëgjoj, ne jemi këtu për të diskutuar. Mira, po kalojmë tash në temën tjetër. Komunale dhe jo për nivelin qendror. Jo për nivelin qendror, pra do të flasim për çështjet lokale. Sepse Rahoveci është njëhet si kryeqyteti i Kosovës dhe po ashtu është rëndësishme di se cila do të jenë investimet të dy kundër kandidatët për Rahovecin kanë premtuar edhe në raundin e parë të zgjedhjeve shumë çka sa i përket ndihmës për bujqit në pjesën e agroturizmit edhe mbështetje për bizneset
kryesisht ato që lidhen me bujqësinë, nëse po flasim tani për bujqësinë, dua të di, është premtuar edhe sistemi ujitjes për vreshtat dhe disa të tjera që mund të sjellin praktikisht inpute shumë të rëndësishme zhvillimit ekonomik të Rahovecit. 1 minutë kohë për ndihmen që keni ju bo bujqve. Përkraje e vazhdueshme për bujqit ka mu rrit përkraja dhe ka mu rrit dimenzionu përkraja. Ne vazhdimisht kemi përkra bujqit me mekanizëm bujqësor, me inpute bujqësore, me plera kimik, me preparate kundër smundjes si kadia, me sera, me rrugë fushore, me kanalet kullimit toka bujqësore. Tash do të kthehemi ose do të fillojmë me bujqësinë e mençur si pilot projekt, pastaj do të fillojmë me spërkatjen e vreshtave edhe kulturave perimtare përmes një pilot projekti me dron, përmes droneve, sikurse do të kemi në serat mençur investime 1 milion euro për agroturizëm dhe do të him në farra edhe në inputet e tjera bujqësore, pastaj do të kemi një komunikim, një bashkëpunim edhe më të thelluar, një partneritet edhe më të madh me Qendrën Ngumbulluese Agrocinina dhe me sektorin e përpunimit, me fidanishtën në Qifllak dhe do të kemi partneritete disa palshe me qëllim që bujqësia të ketë bujku të ketë ndjenjen edhe motivin e lartë për punë, sikurse do ta ketë një siguri për plasmonin e produkteve të në treg. Zoti Dula? Po, natyrisht, me bujqit do të kemi një bashkëpunim shumë të mirë, sepse do të jemi pranë tyre në çdo etapë, jo vetëm në pjesën sezonale kur kanë nevojë ata që përkrahen. Do të kemi subvencione të barabarta për të gjithë fermerët, marketing dhe promovim ndërkombëtar, mbrojtjen nga rreziqet natyrore, subvencionime në inputet bazë që janë, zhvillimi i tokave ujitse, ferma bio dhe rigjeneruese gjithashtu, grante për qendra grumbulluese, investime në sira me teknologji të avancuar, shtrira rrugë fushore në Zhavor, rrugë fushore të asfaltura gjithashtu, pra kemi ndërtuar programin jashtëzakonisht duke skenuar gjendjen, realitetin faktik që është në bujqve, po ashtu do të kemi edhe krimi kanaleve për drenazh dhe kullim etj, por kur e përmendi kryetari çështjen e dronit. I lutem, çështja e dronit është një çështje diskutabile se sa do të jetë e realizueshme në praktikë. Në praktikë duhet shikohet domethënë çështja e legjislacionit të përdorimit të dronit për spërkatje të vreshtave. Pra këtu kemi një defekt sepse kryetari po duket akoma nuk e ka të qartë pjesën se si duhet funksionojë droni në legjislacionin që ka të bëjë me aviacionin civil. Po, sa i përket, ne do të blejmë shërbime nga kompani të specializuar që merren me përdorimin e droneve. Ata merren pastaj me legjislacionin, ata merren me pëlqimet, sepse unë njoh këtë problematikë shumë më mirë se ky edhe para ti. Jo, absolutisht. Edhe se pozita ku jam, si kryetar komune, insistimi ynë që të kemi sistem anti-breshër, dhe që të kemi edhe disa praktika që t'i aplikojmë bujqësinë tonë për mbrojtjen nga fatkeqësitë elementare si breshë e tjera, na kanë qartësuar se çka është droni, si përdoret droni. Po ne nuk kemi dron si komunë, po ne blejmë shërbimin nga kompanie specializuar e certifikuar për përdorimin e droneve, të cilat mund të ofrojnë shërbimin falas për spërkatje të vreshtat. Mos u ndërhyj, lutem, se s'jam ka ndërhyj. Pastaj, ne kemi investime të sistemi ujitjes. Ju lutem. Ky se ka mu atë premtimin publik për zgjerimin e sistemit të ujitjes. Jo, këtu janë, tash do ta përmendë absolutisht zotim. Jo, tash se ka se otër. Është zotim më se veç inshallah s'ma ke vjen. A bën mund mos mund ndërprerë. Nga 1 minutë kohë për të dy për çështjen e sistemit të ujitjes. Është Ky e ka premtuar se kryeministri, ky ka premtuar që kryeministri është një zotim publik i kryeministit të Republikës së Kosovës dhe ka qenë kërkesë e imja eksplicite që të kemi zgjerim të sistemit të ujitjes, të tokave bujqësore, sepse deri në fshatin Bërjak kam rri në kohën e ish-ministrit Idris Veapi, i cili e ka pru kur ka qenë ministri i bujqësisë dhe deri aty ka mbetur. Tani ka qenë kërkesë e imja eksplicite dhe një zotim publik i kryeministrit që do të kemi shtrirjen e sistemit të tokave, ujitjes të tokave bujqësore në zonat ku nuk janë të përfshirë domethënë ky sistem. Do të kemi madje edhe zotim publik është ky, edhe jemi që do të niset në mandatin tim shtrimi i sistemit të ujitjes së vreshtave me sistemin pik-pik. Pa ky është zotimi im. Për sa i përket të dron, pra është zotimi im eksplicit i programit të cilën e kam proklamuar domethënë në formë publike. Dhe e dyta për sa i përket të dronit, përdorimi i droneve. Legjislacioni kryetari akoma nuk e ka domethënë të qartë, sepse nuk kontraktohen kompani si subjekte juridike, por vetëm individ si persona fizik. Ndërkaq në zbatueshmërinë praktike droni
ka një rezervuar, një kapacitet rezervuarit 10 deri në 50 litra, që është e pasbatueshme, dhe e dyta, nëse dëshirojmë që ta përdorim dronin, duhet 72 orë që të mirret leja prej aviacionit civil në mënyrë, por kur të vinë smuja nuk presin ty 72 orë, po duhet më njëherë të bëhet sprekatja. Pra është gabim kjo qasë. E para, çështjeve kryesore për bujë që do thoja që pilot projekti për spërkatjen e kultura vreshtare dhe perindare me dron, është e mundshme edhe do të ndodhë. Ky tash nuk e ka idenë, unë e di që është ndodhë, sepse unë e di që operator ekonomik ka, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, edhe të shqiptarët që janë të certifikuar për përdorimin e dronëve për spërkatje. Edhe ata pajisin me leje, jo Komuna Ravez. Komuna Ravez krijon marrëdhënie kontraktuale në nënshkruan, blen shërbime prej tyre. Kjo është e para. E dyta, unë premtoj sistem të ujitjes nga burimet alternative, sistem të ujitjes pikpik. Ndërsa premtimi i tij për zgjerim të sistemit të ujitjes. Jo, i lutem. Ky është një lajm i mirë cili do prej. Jo, lutem, mos u ndërhyni. Mos u ndërhyni për pas çfarë situatën. Kur ta kryejnë pastaj moderatorë nderuar me lutem rregullat e programit. Po rregullat e programit, por prandaj përdore barabart. Do ta marrim si. Po mos u ndërhyj. Jo, mos u ndërhyj, lutem. Po mos më merr minutazhin tim, mos më merr. Po të lutem, vetëm pra, nëse po pikërisht po vazhdoj pra. Po mos u ndërhyj tash, jo kem një lajm mirë jo kështu. Sigurisht që unë jam i koncentruar në shpjegimin jam i koncentruar. Ky nuk e din që zgjerimi i sistemit të ujit nga KRU Gjakova, nga liçeni Dugaxhinit, nuk mund ndodhë sepse projekti është i Bankës Botërore dhe prandaj kjo ka gabon rond kur ka thënë zgjerimin e sistemit të ujitjes nga nga burimet alternative. Pra këtu është një dallim i madh, sepse ne nuk guxojmë me zgjeru sistemin e ujitjes se është ndërprer qysh nga koha Zotit Vehapi. Prandaj kjo është që të qartësojmë para opinionit. Unë premtoj zgjerim të sistemit të ujitjes me sistemin e ujitjes pik-pik nga burimet alternative, veç ta saktësojmë këto, sepse nga liçeni Dugaxhin është projektin zbatimi Bankës Botërore i cili po vonohet, ku parashe edhe zonën e dytë, zonën kodrinore edhe vreshtat mi përfshi. Ai kushton diku 40 milion euro, 50 milion euro. E din qeveria, e din Ministria e Bujqësisë, dhe ne jemi edhe në komunikim edhe me Bankën Botërore. Prandaj nuk ka zgjerim sistemi të ujitjes nga liçeni Dugaxhinit. Pra unë jam për mja u bën këtë zgjidhje sepse e di që me ujitje pikpik, 30 sekonda me ujitje pikpik i kemi edhe 4 minuta kohë. Faleminderit. Atëherë kështu, ky ka qenë një zotimi imi publik që në programin ton të futet pjesa e zgjerimit të sistemit të ujitjes së tokave bujqësore dhe duke pasur fokus të veçantë edhe ujitjen e vreshteve për shkak të ndryshimeve klimatike ku thatësirat e mëdha rrezikojnë domethënë edhe vreshtat që të vihet domethënë produkti sa më kualitativ, sa më cilësor. Pra, ky është një zotim imi publik për cilën kam hasur në mirë kuptim të plot nga kryeministri Kurti dhe kjo tashmë qytetarët e dinë se i kujt është ky premtim dhe program. Zoti Latifi, për këtë çështje nuk do të flasim. Jo, do të flasim. Çka ka ndodhur me deponit ilegale në Rahovec edhe ambientin. Një minutë kohë, çka keni menduar? Zgjerim sistemi të ujitjes nuk ka në vitin në Rahovec për deponit ilegale. Deponit ilegale ne po i heqim në vazhdimsi dhe do t'i kthejmë në hapësirat xhelbëruara, ndërsa do të caktojmë lokasione të përshtatshme. Ku ka ndodhur kjo? Cila është afati i komunës? Menjëherë na i kemi vendimin në kuvendit komunës. Pra, ne deponit ilegale do t'i pastrojmë dhe do t'i kthejmë në mjediset xhelbëruara. Ndërsa deponit për mbeturinat nga demolimet, nga inertet dhe të vëllëmshme, ne do të gjejmë edhe lokacione tjera për deponi legale të cilat do të certifikohen nga ekspertiza vendore dhe ndërkombëtare. Vetëm një kem është e pamjaftueshme për inerte. Ndërsa edhe një herë, zgjerim sistemi të ujitjes nga liçeni Dugaxhinit nuk ka edhe e din, edhe deputeti Albin Kurti e din edhe Ali Dula edhe nëse se din le ta mëson sepse është sakt një herë. Po kryetar, mos jep zotime të cilat sunim bën. Sunim bën. Plani juaj për deponit ilegale, zoti Dula. Dakor. Bolt ka mësuar etikën e komunikimit, por gjithmonë po shpreh nuk din, unë kur nuk them për ty nuk di. Jam shumë e pakënaqur me atë çfarë keni bërë sot në studion Unë nuk shprehem kur nuk di ndaj teje. Minutazhin në të mirë të qytetarëve. Ama dëgjoni edhe etika e komunikimit, por edhe duhet kemi respekt. Respekti shfaqet kur kemi etikën e komunikimit. Kryetarit asnjëherë nuk e don. Cili është plani juaj për deponit ilegale? Patjetër që do ta them, veç një fjali nëse më lejohet.
kur nuk i them kryetarit nuk din. Po ti janë nisë nuk është në etikën time. Absolutisht. Kur nuk them nuk din. Ti orientove debatin. Dakor. Nuk din, nuk them kur. Po mos më drejton nuk din. Unë jam doktor shkence. I të lutem, po nuk din, fjala nuk din, nuk duhet me ekzistu në etikën e komunikimit. Lutem, faleminderit shumë, po jemi te deponia ilegale tash. Te deponia ilegale, për sa i përket kësaj pune, janë disa të cilat në kohët fushate kanë filluar që të mbyllen, në fshatin Fortesë, në fshatin Xërc, të kemi deponi legale e cila është shumë afër vreshtave dhe kjo nuk duhet të ekzistojë sepse vreshtat janë pasuri kombëtare në komunën e Rahovecit dhe është një resurs kombëtar që duhet jo të bien 10 metra larg deponitë legale që të kenë 10 metra larg vreshtave. Kemi 7 thertore në komunën e Rahovecit, të cilat sot kemi mbetje të ndryshme të kafshëve të cilat i gjojnë në formë ilegale. Ajo çka është në mandatin tonë, në programin tonë që do t'i heqim të gjitha deponitë ilegale, do të krijojmë disa gropa të cilat realisht do të futen edhe mbetje të ngurta, por edhe mbetje të kafshëve, të cilat sot ekzistojnë. Ju lutem bre. Dulen ose Edona. Latifin, 3 arsye për ju pse duhet me ju votu të dielën qytetarë. E para, përvoja e begatshme në qeverisje të përgjithshme demokratike dhe të ligjshme. E dyta, arritjet e mëdha, pra sukseset e padiskutueshme në çdo cep të territorit administrativ të komunës së Rahovecit. E treta, një menaxhem i përgjithshëm pa pas nevojë kur kryetari Latifi me shku në zyrat e prokurorit, si pandehur apo si me akt akuz, dhe çka është më rëndësi, pra gjithë kjo përvojë, gjithë këto arritje janë bazë shëndosh që unë të luftoj edhe ta realizoj me sukses. Edhe fitoren me 9 nëntor, edhe t'i zbatoj me sukses premtimet të cilat zakonisht kryetari i Rahovecit të regjistruar nga Instituti GAP i ka marrë dhe banë rekord. Është kampion në Kosovë. Zoti Dula, 3 arsye pse duhet me ju votu të dielën qytetarët e Rahovecit? E para e punës, vizioni, energjia, krejtësisht koncepti i ri i menaxhimit për shkak të gjendjes, domethënë të vështirë të komunës, si komunë më e pazhvilluar në nivel Kosovës. Më e pazhvilluar. Dhe e dyta, apo më ndërhyn apo s'po ndërhyn. Vazhdoni ju lutem. Dhe e dyta është çështja e një koncepti demokratik, sepse zhvillimet brenda asamblesë komunale gjatë këtij 4 gjare nuk kanë qenë demokratike, i kemi pa disa shfaqje që nuk kanë qenë demokratike. E kemi kalu komplet minutarin. Dhe e treta, qasja ime në udhëheqjen e komunës. Ideja, pikpamja ka me qenë vetëm në zhvillim sa më të mirë ekonomik komunës dhe jo në kuptimin e matematikeve ose kalkulimeve politike se si do të përfitoj elektoratin mbas 4 vite. Sukseset të dyre në garë, më dëruar shikues, ne shihemi në orën 18:15 në debatin në raundin e 2 të zgjedhjeve për Mitrovicën e Jugut. Shihemi.